Universiteti i Apollonisë Shqiptare, Universiteti i Apollonisë në Fier, Apollonia e Lashtë. A e dini se aty kanë studiuar personazhe të famshëm, madje edhe perandor. Por pse nuk flitet sot për të? Ose më mirë, pse anashkalohet? Ndiqeni këtë material me vëmendje, sepse kjo të bën të kuptoni se në çfarë situate gjendet Shqipëria, në si e kanë manipuluar historinë dhe pse sot ende nuk flitet për të. Kush është rasisht do t'i lutesh ati bëj like faqes që jemi sërish dhe ju falenderit që jemi bashkë. Ottavio Augusto, ose Ottavo Augusti, perandori romak, shkruan që ai në vitin 40, kur ai studionte në Universitetin e Apollonisë, pranë Fierit, teksa dëgjoi për vrasjen e xhaxhait të tij të Juli Cezarit, pra të Giulio Cezares, në Rom, ai shkëputet, pra ikën nga universiteti me anije drejt Romës. Dhe e shkruar e zezmi të bardhë. Tani, është e rëndësishme të nënvizohet që në qoftë se jo vetëm ky perandor, por edhe personazhe të tjerë kanë studiuar në Universitetin e Apollonisë, që bëhet fjalë në vitet 40 si shkruan Ottavio. Sipas gjasave, universiteti ishte jo vetëm shumë i famshëm, por ishte ndërtuar aty nga vitet, ose ishte themeluar aty nga vitet 400 e ca 500 para erës sonë. Dhe misteri kësaj historie është që pse nuk flitet sot, apo ndoshta sepse e bën çorak historinë e kohës së ilirëve. Ai e thot shumë mirë. Ishte Universiteti i lirë, ose i popullit i lirë. Por nuk e thot vetëm ai, nuk e shkruan vetëm Ottavio Augusto. E shkruajn edhe personazhe të tjerë, madje edhe nga vendet fqinj, slav, grek e tjerë, që Universiteti i Apollonisë ishte tepër i rëndësishëm. Në qoftë se Universiteti i Apollonisë tepër i rëndësishëm që nënvizoi dhe që e thonë edhe personazhet që ishte i lirë, atëre pse thuhet që shqiptarët nuk janë autokton? Pse nuk flitet për historinë e ilirëve? Për çfarë arsye? Ose më mirë, kush e shkatërroi historinë dhe e shpërbëri atë pak histori që gjendej ende para luftës së dytë botërore? Dhe më e rëndësishme është pse e bën, për çfarë arsye? E kam thënë disa herë këtë dhe është për të nënvizuar që njeriu ambientohet me çdo lloj historie. Pra nëse unë ju tregoj një histori sot, me kalimin e kohës, edhe se do qeshni me këtë histori, me kalimin e kohës do ta bëni kaq reale, saqë edhe sikur të jetë një prallë, saqë ajo në gjeneratat që vinë, gjithsekush mund t'japi edhe jetën. Sepse tashmë është mbulitur në trurin e njerëzve, pra në trurin tënd. E njëjta gjë ndodh edhe me historinë. Por pse mund të ndodhte një gjë e tillë? Unë e kam një ide dhe doja ta ndaja me ju dhe do të dëshiroja një komentim tuaj. Në periudhën nga vitet 1500 deri në vitet 1800 mendohet që quhet periudha e zezë ose periudha që nuk flitet shumë. Disa studiues, fakt edhe Shlirim Xhunga, një nga etimologët më të famshëm evropian, që më i miri shqiptar për mendimin tim, ai thoshte diçka që nga vitet 1500 deri në vitet 1800 njerëzit nuk gjejnë shumë informacione, sepse duket sikur u vendos që të ribëhej historia e njerëzimit, pra të riformoj, sepse ishte tepër e shpërndar sipas dikujt. Dhe dikur nuk ekzistonin kufi.
Dhe duke mos ekzistuar kufit, nuk dinin se kujt ja jepnin një pale apo një tjetër. Pra ishin disa zona që kishin një emër. Dhe me qenë se Iliria gjendej, me një fjalë ishte një vend i vogël, dhe nuk gjendeshin, le themi, një numër i madh njerëzish, atëherë vendosën diçka tjetër. Pra ky është mendimi im. Vendosën që të rindërtonin një vend ortodoks brenda një populli laik ose një popull pagan, sepse mendohet që ishte kështu, pra nuk kishin një fe të caktuar, dhe me qenë se besimet po ndryshonin, sepse kryesisht ishin katolik. Pra, duke filluar nga viti 0 dhe këtej, dhe u luftua shumë për ta bërë katolicizmin të famshëm dhe ta njihin të gjithë. Bile u futën edhe në zonat e Azis. Por kjo zonë këtej, duke filluar tej detit Adriatik, pra që nga Shqipëria, Greqia, Turqia, në të gjitha zonat andej, pra nuk ekzistonte, që le themi Ballkani, nuk ekzistonte një popull me të një besimi katolik. Dhe tregohet, ose ka gjasa që rindërtuan një popull me besim ortodoks, që t'i ngjasonte, me qenë se aty ekzistonte një gjë e tillë, pra ekzistonte një besim gjysmë katolik, sepse edhe pse në atë periudhë ishin pagan, prap ata kishin një pikë synim, pra që të arrinin në një besim si kristianët. Dhe dikush mendohet që krijoi besimin ortodoks. Dhe gjatë viteve njeriu, sepse ne për shembull sot ne themi që historia e njeriut ne njohim të gjithën, por është gabim, ne nuk njohim historinë tonë, nuk njohim historinë e familjes sonë, nuk njohim historinë tonë personale, sepse çdo kush nga ne, edhe pse i duket sikur di historinë e tij, padyshim të tjerë që kanë jetuar me ty e kanë ndryshuar historinë tënde dhe ti nuk mund të dish sekretet e tyre. Kështu që merreni me mend tani historinë e një kombi. Dhe na duket sikur gjombo, sepse ne kemi si që thash më përpara, ne japim jetën për këtë histori që na është mësuar. Dhe në qoftë se dikush na ka mësuar për 300 vjetë, që nga vitet 1500 deri në vitet 1800, për shembull, na kanë mësuar që historia është kështu, pra që në zonën e Greqisë ishte ortodoksët jetonin më përpara, pra besimi ortodoks, që nuk u formua në këto vite, ne besojmë se është ashtu. Por po sikur t'jetë themeluar dhe ndërtuar pas viteve 1500 deri në vitet 1800. Sepse në ato zona, si thash, ishte komplet paganizëm dhe duhej diçka aty në mes. Mirë po në trojet shqiptare ishte pamundur, sepse ishin ose jemi një popull shumë i besës. Dhe nëse në fjalë nuk na drejton ashtu siç mendon ti, të vishet na drejtosh si të duash ti, duket sikur aty nuk funksionoi që ti kthenin në ortodoks ose në kristian. Dhe mendohet që meqense morën disa tipa dhe formuan një besim ortodoks me një shtet ortodoks. Dhe siç e dim edhe nga historia, një pjesë e madhe e tyre ishin me origjinë shqiptare ose mirë arvanitas. Dhe ideja e kësaj teorie është që pas viteve 1500 deri në vitin 1800 u formua e gjithë kjo dhe duhej që të zhduknin historinë, sepse nëse do lindte diçka e re, ishin të detyruar që të zhduknin historinë. Dhe çfarë bën? Zhdukën historinë e pellazge, ilire dhe shqiptare. Sepse, siç ju thash, numër i vogël dhe të pa imponueshëm, sepse nuk
Bile po ta shikoni, shqiptarët kanë ngelur ende sot pagan, në të vërtet, sepse nuk besojnë në asnjë. Në fundit, po ti shikoni, gjithë shqiptarët janë pagan. Akoma sot vazhdojnë. Dhe kjo më bën të mendoj që mundet të ketë diçka të vërtet në këtë histori. Pra që çdo gjë u themelua nga zeroja për ta shpërbër për meritat e tyre dhe për finalitetet e tyre, pra për një program të caktuar. Dhe që nuk kishte të bënte fare me shqiptarët me Shqipërinë, por e hëngrën në shqiptarët, ishin në mes dhe u detyruan. Pra, në qoftë se Apollonia rreth viteve 40 vlerësoi nga Ottavio Augusto si një vend shumë i rëndësishëm, i lirë, që e shkruan edhe të tjerë si që thash, atëre, pse ende sot nuk fritet për trojet ilire? Për çfarë arsye? Pra që ekzistonin, që ishin autokton dhe që kishin një zhvillim të madh. Përse nuk flitet? Pra, duke kuptuar nga këtu, kupton edhe që askujt nuk i intereson që ai vend të bëhet ose të ketë merita. Dhe këtë mund ta bëjmë vetëm ne, duke u informuar mes njëri tjetrit. Kështu që do të dëshiroja një komentin tuaj çfarë mendimi keni për këtë argument dhe pse nuk flitet për këto histori. Njëkohësisht edhe Jul Qezari, siç ju kam thënë, që ai shpesh shkonte në Shqipëri dhe e vlerësonte si vendin e tij. Bile do t'ju them që edhe perandorët si Jul Qezari dhe përpara tij apo pas tij vinin gjethen e lisit në kokë. Gjethja e lisit që nuk u përsërit më sepse mendoi që ishte gjethja e lisit të Dodonës. Dhe gjethja e lisit mendohet si pema e jetës, e vlerësuar si nga autorët huaj, si pema e nga ku lindi njerëzimi. Dhe tregohet që ka qenë pikërisht Dodona ku lindi njerëzimi dhe ku ngjis njerëzimi me hynit. Pra, gjethja e lisit u shndrua më vonë dhe u bë me dafin. Dhe këtë doja të nënvizoja në këto argumenta pse nuk vritet sot, për shembull. Ne kemi vetëm këtë, disa shkrime të vogla, dhe këtu do kapemi, s'kemi ku tjetër të kapemi, se historia është vjedhur, shplashkitur dhe është basarduar, kështu që këtu mund të kapemi që e kanë shkruar dhe e shkruajnë perandorët romak, pra të Universitetit të Apollonisë në vitet 40 para erës sonë. Pres komentet tuaja, ditë të mbarë.